Për të shmangur ndjesinë e urisë mes dy vakteve ka disa ushqime që ju ndihmojnë, por përveç kësaj janë të shëndetshme, e plot me vitamina e me minerale. Ja disa ide se çfarë të konsumoni gjatë paradites apo pasdites mes vakteve. Kosi, hidratues dhe ushqyes. Kosi është një mëngjes apo paradite mirëqenjeje. Shtoni pak mjalt apo miks frutash për të marrë shumë vitamina. Lëngjet dhe çajrat. Një lëng i ngrohtë është një mënyrë e mirë për të shuar urinë dhe për të hidratuar organizmin. Zgjidh vaniljen dhe portokallën e ëmbël. Sipas studimeve, të ndihmon të luftosh urinë nervoze, ndërsa boronica përmirëson qarkullimin e gjakut dhe të hidraton. Frutat e thata janë një kombinim i duhur. Bajamet, lajthit, arrat, fistikët janë të pasura me omega 3 dhe mbrojnë qelizat nga plakja, me efekte mjaft të mira për shëndetin e zemrës. Tërshëra është e pasur me fibra, rregullon kolesterolin dhe jo vetëm kaq. Tërshëra kontribuon në reduktimin e ndjesisë së urisë. Po ashtu, një mundësi e mirë janë edhe sallatat e frutave. Prisni frutat e sinës në copa dhe shtoni pak boronicë apo malafer. Vendoseni më tej në frigorifer. Një recetë e lehtë për të hequr sheqerin dhe për të pasur një shije të freskët. Po ashtu, mund të konsumoni biskotat të bëra vetë në shtëpinë tuaj. Zgjidh përzierje drithrash integral, tërshër, oriz, fruta të thata, mjalt dhe sheqer kaf. Bëjini bashkë në një tigan e më pas vendosini në përforma duke i paketuar një për një. Është një recetë natyrale për një vakt energjik ideal për sport. Dhe së fundmi, mund të konsumoni edhe perime të ziera. Ato mund t'i bëni sallatë. Mjafton të shtoni pak vaj ulliri, ndoshta pak limon ose uthull. Shija do t'jetë vërtet e mirë.